Nga Tetova paraqitet edhe ekipi U11 me trajnerin e Jup Selmani. Selmani, i kënaqur me pjesëmarrjen e këtij turneu Summer Cup 2025 që u zhvillua në Shkodër dhe finalet në stadiumin Loro Boriçi? Patjetër, Shkodra Summer Cup është një ndër turneet më të organizuar në trojet tona ndërkombëtare në organizimin e Etmir Podgoricës. Kjo nuk është hera e parë që vim këtu, është hera e tretë. Kaluam shumë mirë, konkurrencë është shumë e madhe, loja ishte fair play, referët ishin nivel, organizimi është nivel të lartë. Me çfarë mbresash largoheni nga Shkodra? Ne nga Shkodra largohemi me shumë mbresa. Një ndër to jemi shumë të kënaqur, jemi adhetar dhe mezi e presim edhe turnet e ardhshme të kthehemi prapë dhe ta vizitojmë Shkodrën. Me skuadrën tuaj, jeni të kënaqur me performancën Me performancën e lojtarëve, me fushën e lojës, me performancën e lojtarëve jam tepër i kënaqur, me angazhimin e tyre në lojë. Kanë treguar aktivitete të larta. Jemi shumë të kënaqur, do vazhdojmë edhe të përmirësojmë edhe më shumë nëse kemi dhënë dobësi. Edhe pse me gjeneratën U19 jemi shpallë dhe kampion, jemi finalistët, kemi qenë finalistët dhe jemi kampionë. Ka elemente perspektives në skuadrën tuaj që mund të furnizojnë skuadrat e parë? Po patjetër ka lojtarë në nivelit të lartë, të cilët janë edhe lojtarët e së ardhmës, kur një ndër lojtarët e kishim edhe nga Shkodra Summer Cup, ishi shpallë si lojtari i së ardhmës me ekipit tonë. Suksese, profesor. Faleminderit shumë i nderuar.